Lam të mirë, hipertension. Ja ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të ulur tensionin e lartë. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë i lodhshëm dhe stresues, por me ndryshime të vogla të dietës suaj mund të kontrolloni atë në mënyrë natyrale. Duket se duhet të ndryshoni dietën tuaj. Dhe ushqimet e duhura në pjatën tuaj çdo ditë ju ndihmojnë me shëndetin e zemrës, në funksionet e mira të trupit, të kujtesës dhe mbi të gjitha ndihmojnë edhe në ekuilibrin e tensionit të gjakut. Sipas Delsajt, në këtë video do të rëndisim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Disa nga ushqimet më të mira të cilat duhet të bëhen pjesë të dietave tuaja dhe sipas ekspertëve do të japin rezultate fantastike në përmirësimin e kontrollit të tensionit të gjakut. Një nga produktet më të mira, të cilat sipas ekspertëve duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, është edhe lëngu i panxharit. Panxhari është i pasur kryesisht me nitrate, të cilat shndrohen në oksid nitrik. Kjo ndihmon enët tuaja të gjakut të relaksohen dhe të mbështeten edhe në nivele normale të presionit të gjakut. Lëngu i panxharit ka më shumë nitrate se sa panxhari gatuar, dhe uluntimet tregojnë se pirja e një sasie të vogël 2 herë në ditë mund të ndihmojë në minimizimin e niveleve të hipertensionit dhe stabilizimin e gjendjes suaj. Arat të pakripura gjithashtu mund të jenë një ndihmë në rastin tuaj shëndetësor. Arat përmbajnë larginin e cila kontrollon edhe prodhimin e oksidit nitrik. Bajame dhe fistikë në veçanti janë të pasur me kalium, magnez dhe kalcium. Një grusht me ara në ditë ul rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe sipas ekspertëve ndihmon edhe në përmirësimin e çështjeve tuaja shëndetësore, sidomos në rastin e hipertensionit. Kosi është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes për të përfshirë në dietën tuaj. Edhe pse ka pak sheqer, kosi do të ofrojë gjithashtu kalcium, kalium, të cilat e mbështesin shëndetin e presionit të gjakut. Kulturat probiotike ndihmojnë trupin që të përthithë më mirë lëndët ushqyese dhe gjithashtu ndihmon edhe në përmirësimin e niveleve të hipertensionit. Kivi është një frut fantastik për të përfshirë në dietën tuaj dhe rezultatet që do t'i jap janë të mira dhe kundër problemeve të hipertensionit. Kivi është i pasur me antioksidant. Studimet tregojnë se 3 kivi në ditë mundet të ulin tensionin e gjakut në mënyrë efikase se sa një mollë në ditë. Ato gjithashtu do të përmirësojnë humorin tuaj. Konsumi i këtyre produkteve natyrale në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar edhe nivelet e hipertensionit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj është edhe çokolata. Lajmi i mirë është se nëse doni të ekuilibroni, çokolata e zezë relakson enët e gjakut dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Ajo mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin tuaj, vetëm se duhet të konsumohet brenda sasive minimale në mënyrë që të evitohen edhe gabimet me konsumin e saj. Nëse vazhdimisht keni presion të lartë të gjakut, duhet të përmirësoni dietën tuaj ushqyese, gjithashtu edhe gjendjen tuaj shëndetësore duke konsumuar produkte sa më natyrale. Ndjekja e rregullt e ushqimeve të pasura me element të cilët përmirësojnë shëndetin tuaj do t'japi rezultate fantastike edhe në përmirësimin e shëndetit kundër tensionit të lartë të gjakut. Me uljen e temperaturave mund të ndryshojë edhe tensioni i gjakut. Arsyeja kryesore ka të bëjë me mungesën e aktivitetit fizik. Tashmë është e rëndësishme të rregulloni balancat tuaja të kriprave mineraleve në trup për të përmirësuar luhatjet e hipertensionit. Boronica dhe frutat e pyllit janë një ndër produktet më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj, sidomos edhe në rastet kur luhatja e madhe shëndetësore ndikon drejt për së drejti në organizëm. Një racion me boronica në javë ul rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronicat, luleshtrydhet dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë gjithashtu të pasur me antioksidant dhe me fiber. Të treja ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Në dietën tuaj duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Drithrat e plota janë një ushqyes shumë i mirë për organizmin tuaj. Një pjatë me drithra të plota, siç janë fibra, tërshëra, bollguri e të tjera, mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të hipertensionit në gjak. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se
Konsumi i rregullt i drithrave në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike në përmirësimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, siguroni që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të sjellin edhe një përmirësim të niveleve të hipertensionit. Panxari i kuq është një nga alternativat më të rëndësishme për organizmin. Panxari është i pasur gjithashtu edhe me substanca nitrate të cilat i bëjnë shumë më mirë shëndetit tuaj të zemrës. Studime thonë se nitratit e panxari kanë të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike të cilat ulin dhe rregullojnë gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj është edhe spinaqi. Spinaqi është një burim shumë i pasur me magnez që e mban tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por edhe eliminon kriprat e tepërta përgjegjëse për tensionin e gjakut. Përdorimi i këtyre ushqimeve në dietën tuaj të përditshme do të japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Një tjetër produkt shumë i mirë për të ushtuar në dietën tuaj është edhe peshku. Peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega 3, plot me vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato do të ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë për të ushtuar në dietën tuaj janë salmoni, skumbria, trofta, toni, merluci dhe arenga. Studimet rekomandojnë të paktën 2 racione me peshk në javë për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët. Brokoli është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj, pasi do të japë rezultate fantastike edhe në rritjen e vlerave të trupit, citon Healthline. Brokoli është i pasur me kalium, me fibër, me magnez, vitaminën C dhe kalcium, që sipas studimeve ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Një dyshe e përfshirjes së brokolit dhe të peshkut në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për personat që vuajnë nga hipertensioni. Lule radhiqja është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj për shkak të ndikimeve pozitive që ka në menaxhimin e problemeve tuaja të hipertensionit. Shtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për rritjen e përfitimeve të trupit edhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, nëse vuani prej një kohe të gjatë nga problemet e hipertensionit, mos harroni që të rregulloni dietën tuaj dhe mbi të gjitha të përmirësoni jetën dhe të evitoni jetën sedentare. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një sëmundje rrezikshme e cila mund t'ju kushtojë shumë për shëndetin nëse lihet pa u trajtuar. Për të pasur hipertensionin nën kontroll, duhet vetëm një jetë e shëndetshme dhe të bëni disa ndryshime ushqimore. Përveç ushqimeve që duhet të shtoni në dietën tuaj, ka dhe ushqime të cilat me patjetër duhet i largoni nga konsumi i përditshëm. Tensioni i lartë i gjakut mund të ndiqet dhe të menaxhohet duke hequr nga dieta juaj këto produkte ushqyese. Fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara, në veçanti fasulet, kanë një numër të lartë të natriumit sepse janë përdorur për shkak të një aftësie më të gjatë të skadencës, por përdorimi i fasuleve mund t'ju ndihmojë të qëndroni me tension gjithashtu. Por nëse përdorni fasule të konservuara më parë, hiqni 41% të natriumit duke i kaluar në një kulluese si fillim, pasi natriumi është një nga ndikuesit më të mëdhenj të problemeve tuaja të hipertensionit, citojnë ekspertët. Supat e gatshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja imunitare dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të hipertensionit. Do të shokoheni nëse zbuloni se sa shumë element kimik ka një supë e gatshme, sepse ato ndihmojnë në mbajtjen e tyre të padëmtuara dhe të paprishura për një kohë të gjatë. Evitimi i këtij produkti ushqyes nga dieta juaj do të përbëjë gurin e themelit drejt një organizmi më të shëndetshëm, citojnë ekspertët. Produktet e domates të gatuara si ato të konservuara mund të përmbajnë nivele të larta të natriumit dhe të shkaktojnë rritje të papritura të hipertensionit, prandaj duhet jeni të kujdesshëm me konsumin e tyre në mënyrë të rregullt. Ushqimet e ngrira gjithashtu mund të shkaktojnë probleme në shëndetin tuaj. Jeni në dieni se ushqimet e ngrira janë të gatuara për vite me radhë dhe mund t'i konsumoni ato pas një kohe të caktuar, por sigurohuni që të tregoheni më të vëmendshëm ndaj produkteve që zgjidhni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojnë edhe në rritjen e vlerave të hipertensionit. Ëmbëlsirat janë një tjetër produkt ushqyes i cili duhet të evitohet me do e mos nga dieta juaj. Ju tashmë dini se ëmbëlsirat janë thjesht pa sheqer dhe me kalori boshe, por është të vërtetuar se personat të cilët vuajnë nga hipertensioni duhet t'i evitojnë me patjetër këto produkte ushqyese nga dieta e tyre.
Mishi i kuq. Mishi i kuq, i cili mund të përmbajë rreth të paktën 300 mg krip, mund të shkaktojë edhe një sër problemesh të tjera me hipertensionit. Picat e ngrira, salcat e paketuara të domates, turshit e gatshme, alkooli, ëmbëlsirat e paketuara dhe pijet energjike gjithashtu mund të ndikojnë në çështjet tuaja të hipertensionit dhe të shkaktojnë edhe probleme të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.